Ditët me diell kanë mbushur lungomaren e Vlorës me qytetarë, turistë dhe emigrantë që janë kthyer dhe kanë ardhur në qytetin bregdetar për të kaluar festat e fundvitit. Moti favorshëm kanë nxitur daljet dhe shëtitjet, duke krijuar një atmosferë të gjallë për gjatë gjithë vijës së shëtitores bregdetare. Familje, të rinj dhe vizitorë nga vende të ndryshme kanë zgjedhur lungomaren për të kaluar kohën e lirë, ndërsa lokalet dhe hapësirat publike kanë njohur një frekuentim të shtuar. Emigrantët e kthyer për festat shprehen se Vlora mbetet një nga destinacionet më të preferuara për të kaluar këtë periudhë pranë familjeve të tyre. Mirë me shumë, mirë. Qetësi, rehat, diell ka. Si do t'i kaloni? Mirë, mirë. Si nga mote. It's a sunny day in Vlora. Yes. What do you think about our city? About the city, we came from Ukraine to the Vlora, and we choose Albania as the good country to live in. And from the different cities, we stay our choice in Vlora because it is sea nearby, and the hills and the people here are friendly, and the city is so. A lot of shops, a lot of things to do, and a great view over the. I don't remember how you call it, and we can walk and see the sunny days. Now are the holidays. Yes. What do you think about the Atmosphere? yeah? In Vlora, there are lots of lights over the houses, and that's different from our country, because in our country people decorate it inside the house, and here the people decorate the balcons, and everything is like very, very beautiful in the evening, and lots of things around the road. I saw those bells, lightning, and lots of fir trees, and they also makes this holiday spirit. And yesterday we saw some actions that people were dancing and eating something, and they were and these merry-go-rounds coming. It's really nice. Me festat shumë mirë. Ju kanë ardhur Jam ka ardhur nipi nga Tirana edhe po e shijoj. dita sot? Dita sot shumë e bukur, u futëm në det edhe tani dolëm. Patjetër, është dita shumë e bukur, ora 12 njerë është fantastike dhe dolla të marr ajër pastër, oksigjen. Me këto festat? Me festat bukuri dje kaluan. Keni dalë ditë e bukur me diell, sot keni dalë në lungomar. Po. Si po ja kaloni? Shumë mirë, po gjithësisht kushërirën. Po, të tregoj bukuritë e Vlorës sot. Nga ka ardhur kushërira? Është nga Atina, nga Zajçta më saktë. Thjesht kemi dalë të shijojmë pak paraditën. Me festat si po ja kaloni? Shumë mirë, dje festojmë Krishtlindjet, u mlodhëm të tërë si familje, edhe tani presim vitin e ri. You are coming from Greece. Yeah. What do you think about our city? It's very nice. I really like it. I come here every Christmas. I visited with my family and I really like it. It's like a tourist place. I really like it. And it's very nice. You are from Albania. Yeah, but I live in Greece. You can speak Albanian. A little bit, but not too much. Prania e turistëve dhe emigrantëve ka sjellë një gjallërim të dukshëm në qytet, duke i dhënë Vlorës një tjetër dimension festash përtej datave zyrtare.